Jo, s'kom di që ka o beba, hera parë, kam pa fëmijën të bebën teme. Më qenë 15 vjeqare, unë veç kom lindë. Kisha pas që kjo me ndodhë. Nësë një gjenerat, asë në temen, asë tash, po ka ndodhë, ka ndodhë. Pali e një prindve, ka ndodhë kjo, pali e një prindve. Se jo normal që nuk këshim pranë. Po më ndi baba vendosi gjithë qish një zanat me ma dhe qipse. Kam qenë e famshme, kam qenë mirë. Kom punu, ma kam porosit prej Shqipnis këta peshe. Kjo është punë shumë e rëndë. Të sa vite e bën këtë punë? Unë këtë punë e bëj prej moshes 16 vjeqare. 16 vjeqare. A të konë, pëse ki fillu këtë punë me bë? Kam fillu, pëse jam martu shumë e re. Çfarë kohë je martu më falë? Nuk me tregu shumë e re. Po që para moshës 17 vjeqare, apo? Po. A të konë, a i kena përshma që ka qere që martu? Po normal, se kam vetë pak ma bas, kam pas shif me kohë ma për para, ma më përparu, ma më shkollu. Po nuk kam hekeq, kam përparu gjithë qishtë, se kam punu dhe kam brigje shka një jetë. Fëmija i parë, sa të ka ardhë në jetën të ande, bas sa viteve? Në bas një vite në ka ardhë. Ke qene përgatitur për atë kupa si që e martuar shumë e re? Jo, s'kom di që ka o beba, hera parë, kam pa fëmijën të bebën teme. S'kam pa. Po, kam kalu jetën e lumëtën, e kam pa shumë mirë dhe kështu që më kam plotësu çdo gjë. Pra audiencën kemë dëshirë bukan shumë saktë kështu nëse nuk ka, do të thonë, e martu para kohës 18 vjeçare, e martu? Po. Sa vjeçare? Nuk është shumë tabu, do shta të tregojmë. Ashtë, qysh nuk ashtë. Po. S'kam qenë rinia me ndi. Po. Më qenë 15 vjeçare, unë veç kom lindë. 15 vjeçare? Kam lindë, po. Sa interesant. Kisha pas që kjo me ndodhë. Nësë një gjenerat, asë në temen, asë tash, po ka ndodhë, ka ndodhë. Kam qenë e re. A është një gabimu që e ki po një jetë? Po që shumë, po me gjithse kam një familje shumë të rekolluqme, kam një vajzë, 2 djemi, kam shumë të mirë. Kam bri ashe re, kam bri shumë eduku, ma shumë duket bërë se diko që është ma e ngrit në sone që ka qenë. Ta është ta mani pas ke si shoke? Si shoke, po, ashtu. Nuk është edhe keq kjo? Jo, mirë është shumë, po shkolla më kam mungu gjithmonë, kam vujt pak për qata, për shkollën. A është lëra ndër brenga që t'kam betë, si peng njetën? Po, kam betë ajo. Po kjo puna su, bë, familjës kujtë rikuve një 15 vjeqare, më martu, a e pritë mirë? Jo, pali e një prindve, ka ndodhë kjo, pali e një prindve, se jo normal që nuk këshim pranu. Po më ndi baba vendosi gjithë qish një zanat me ma dhonë, mos më ndonë pa të ardhonat e mija personale, atër jam vorë ba qipse, kam qenë e famshme, kam qenë mirë, kam pas të ardhona shumë të mira, kështu që kam arritë edhe fëmijët e mirë dhe vetit dhe kretë, një plëcu dhe shirat. Sa vjetë. E ki bo sigurisht pa dansë me martesën, apo? Po, normal. A të ka besarat që se ki vesh vellon? Jo, për ato s'kam ditë, nuk kam përmendja, jo, për ato s'm ka. Po të tregoj vetëm shkolla, rinia, normal, më rritë me shoqe, me që ka qenë jeta gjithonë një treut. Ajo e që më kam vetë pak, po kërgjo tjetër, tjerat krejt kom bri. Besi që këti paso një herë në kohës nga femeria, qa kështë ndryshu të jeta? Pa këshila kështë edhonë vetit? Këshilën që nuk isha martu e re. Edhe nëse isha dashuru me dikon, kisha kalu një kohë, dhe sa kisha pa njëre unë qëfar ashtë për mua tu, apo jo. Edhe normal, kisha plotësu kritë kushtetin mija, ma ndë isha martu. Po që shikim parë ku ki dashuru ti me këtë person? Po e re kam qenë. A është ki dashuri e njetë, si kiri qenë? Po, ashtë. Po me kalimin e kohës? Po jemi rritë si kur tash zipse me fillon ashtu, po jemi rritë si një mutër e vladhe. Ashtu kemi qenë. Edhe atë dashnin e kemi dash një qysh kretë ndryshe, jo se për ta shemë qysh dushë një partner, na jemi desh si kur 2 fëmijë. A deri kemi desh një tjetërin, ja këna plëcu dëshirat një tjetërit, edhe gjithë shka ka shkon rregull. A e tonë së mundin e parë, partnerin tonë? Po, shumë bele, shumë. Ta që kom pas pak smut, tepër jam mërzit, sa që jam dofsu gjithë qysh, se kom ndu që më s'pe hupi, po fala Allahut, më ka pështu, mirë është. Kaluse, falenderoj. Punën që e bon ti, vazhdon ta bon me qef, vazhdon hala, po e baj hala, po e kom biznisin të, kom dyqanin, këta e bëj me qef. Kur bojna dyqani ditë me dyzetu, mi pa qëfar punon ti për gratë, se kemi shumë djekë se gratë që nga të rrugën Rami Sadik e kam me dora artiret, punaj. Do të vim një ditë? Kur të keni dëshirë, hajde vishë. Me që e ke pëndore këto pos të shes,
A mundesh me mja tregun njerëz të grave që e shohim të? Kjo- Ata shohin punën tënde që e bën gjithmonë? Po, kjo është Hajde lutem. kjo është peshë e Shqipënisë, nuk është e Ktuit. E kom punu, ma kam porosit prej Shqipënisë këta peshë. Sa interesant. A mos atë peshën ka nisë edhe? Se e kom lidh për shkak me ndajt në kese. Okej. Që është Sa e bukur, detaje ke punuar. Po, normal. Sa kultë me atë kjo? Kjo është art. Kjo në një mënyrë është art. Po e du, këtë punë e du shumë, pëlqen shumë. Këtu në pej shumica familjeve, numri i madh i familjeve kanë dallamat e mia. Që i punoj unë, që i kom ke me punuar. emër këtu? Që i kom punuar. Sa kushton një dallam për shembull një Kjo një lek është që kjo është 300, 350. Ndërsa për mashkuj është 500. E thire gjamada ndryshe, diçka Edhe gjamadat tjetër. për mjeshkuj i Po, punoj? po, Tani tash të hin trend, Po, më duket. ka hi shumë që tash Po edhe shojmë për data çfarë. si të mos në pej Po, shumë ka. përdorin ato. Dallamat kanë shku për para, unë që kom punu, kanë shku prej 1200 dhe 2000, 1800, 2000 kanë varë këtë puna. Po, Puna vetëm është art, edhe janë dallamat vjetra që i kam marrë modelet prej muzejve, prej vjetërve, ato i kom pas. Ndërsa tash po punohen me maqinë dhe kështu që unë pak e kom lënë. Se tash po punohet ndryshe, jo që shkom punone. ka më punohet tash pa ndryshe? Tash me Pjesa ke? maqinë, me lula, me gjethe, me kështu ndërsa të mijat kanë qenë, kanë pas emrat e caktuar, për shembull. Ka qenë me ibriga, me kulshedër, me piramida, me lamba, ja kështu i kanë pas emrat. Po të ornat që shon? Që Mi- kënë këtë vera, mi- këtë mi- mira? po, Për shembull me një verë, Po, afërsisht, po, sa po, mundesh mi- dikon përfitimet kesh, me shifra. Ka. Varet tash sa punoj, sa jam e lirë, sa mbri, Intenziv kështu? sa mbri, po. Për shembull sa dallama i shetë, sa i leka gjatë verës? Tash nuk kom shit si vjetë, se kom pas burin s'mu treguva, s'jam kon, s'kom shit, po kom jep me qira. Për një ditë kom jep, dhe kështu që kom brizë, diçka, se kom hu sezonën. Sa mirë. Që ka qenë një sezon më suksesshëm që ki pas të orat më të mira, që ki punu? Që ma të shumë të Kur ki i kom pas ardhat më të mira, kom punu kur kom punu në shtëpi, pa dyqan, edhe më kam pru dallamat të shtëpia, kom pas ko ma shumë mund me ndajtullun edhe me punu, do me thonë, me urtana, ndojër ka ndodhe edhe natën dhe i vonë edhe kështu që kom rri. shumë mirë. Edhe tash nuk ka keq, shumë më është. Do një mesazh gjitha grave. Tash jam me 100 euro, 110 euro pension, po mos punoj pundore. Me qka? Mbaresh me kësaj? Po normal, Bashorti punon? po nuk punon asaj tash, Po, fëmijët? fëmijët po. Po, se cili ka jetën e vetë. Jetojnë me ju fëmija? Me një, me djalin e vogël jetojnë. sukarin? Po, po. Se zakonisht Krejt janë prindit e të- zgjedhin të vogullin, ma i përkthejni me jetu. Jo, nuk e kom zgjedh voglin, e kom ble një banes, kom pas shef cilit ka dëshirë në shku mu rahatu. Njeni prej dyve, se kom di që dy nuk ban me një shtëpi me jetu. Kështu që kom dasht voglin, a i s'ka dasht, atëherë i vogli rinë me mu, i madhi ka shku në banes. U prap jena bashkë krejt. Shemi shumë. Të në fund, një mesazh gjitha grave, gjitha nanave, që ju kështetojnë? Gjitha nanave ju kisha thonë mas shumë ti me a kushtu jetës fëmive, të ardhmen e fëmive me siguru, më mundu për qata, unë jë mundu për qata dhe kom arritë edhe ta shumë ma e qetë, ma e rahatshme, kom një jetë ma të qetë, se e disë që si cili ka dalë në shpinë e vetë, buken e vetë, edhe kanë fillu jetën e vetë normale me gruje, me fëmi, me krejt që duhet. Turoj ma të mirat Faleminderit, tje, shëndet, edhe Faleminderit. suksese më së të ndalqen, jetë punu, vazhdo hala, Faleminderit kesh ka shumë. t'japësh, Po, shoh kam- që kemi rak shumë. Ka me rak deri sat me, kur nuk muj, dërzona. Shpresoj që një ditë dim në dyqanin e juaj të Veçaj, vizitojmë, veçur. ta bëjmë një intervistë pak të më gjësisht, kështu. Faleminderit. Tore ma të mirat, faleminderit shumë për kohën. gjithashtu, Kalosh mirë, shumë